Për të tretin vit rradhazi, kampi veror Buzëqeshim Verës ka hapur dyert për fëmijët e Shkodrës, duke u ofruar një vert mbushur me lojra, aktivitete edukative dhe momente argëtimi. Në këtë kamp marrin pjesë fëmijët e qendrave komunitare, por edhe shumë bashkëmoshatar të tjerë, të cilët çdo ditë bëhen pjesë e një mjedisi të përbashkët ku mësojnë, krijojnë miqësi të reja dhe zhvillojnë aftësitë e tyre përmes aktiviteteve të ndryshme. Është viti i dytë që marr pjesë këtu në kampin veror. Më pëlqen shumë me ardh sepse njoh shokë dhe shoqe të reja, gjithashtu përgjatë një jave arrim për me fol për tematika të ndryshme dhe mësojmë lojra të reja argëtuese. Jam shumë e lumtur që kam pjesë të kampi veror, edhe çdo ditë vi me një energji të mirë, edhe jam tash 3 vite të marr pjesë këto, dhe pse mos ta vazhdoj më gjatë. Jam që fillimin e kampit veror, ma duke një eksperiencë shumë e bukur, dhe kam gjetur shok dhe shoqe dhe kam luajtur loja të re. Organizatorët theksojnë se kampi synon të krijojë mundësi të barabarta për të gjithë fëmijët, duke i përfshirë në një program që ndërthur edukimin, kreativitetin dhe argëtimin gjatë pushimeve verore. Është viti i tretë rradhazi që Bashkia e Shkodrës nëpërmjet Drejtorisë Shërbimit Social po organizon kampin veror përsëri Buzëqeshim Verës. Janë këto fëmijë që i Buzëqeshin Verës në edicionin e tretë. Ky vit sjell edhe risi për kampin veror, përveç pjesëmarrjes më masive, shtrirja e kampit veror këtë vit është edhe në njësitë administrative në gjitha qendrat komunitare. Do zhvillohet një javë këtu te qendra Xixellonia, një javë të dëshmorë shkolla dëshmorë të Prishtinës, te qendra komunitare numër 5, të njësia Rrethina. Pra, shtrirja gjeografike e kampit këtë vit është me një risi tjetër dhe pjesëmarrja e fëmijëve kuptohet është edhe më e madhe. Gjej rastin me falënderu edhe gjithë bashkëpunëtorët tonë që janë organizatat e shoqërisë civile, të cilët me angazhime të ndryshme kontribojnë që marrëvajtja e këtij kampi të jetë sa më mirë. Fëmijët këtu kanë një mundësi shumë të mirë të argëtohen, të socializohen, të krijojnë shoqëni të reja, i jepet edhe një mundësi për të luajtur, për të mësuar tema sociale, pse jo me konsumu edhe një vakt ushqimor të bollshëm që bashkia ka siguruar. Këto fëmijë vinë nga familjet që marrin shërbim në qendrat komunitare, janë familje të territorit Shkodrës, që kanë nevoja për shërbime gjatë gjithë vitit dhe fëmijët janë pjesë e aktiviteteve në qendrat komunitare gjatë gjithë vitit, po kampi veror sikur i mbledh, i bashkon dhe i harmonizon gjitha shërbimet në një. Dhe si çdo vit përsëri fëmijët i Buzëqeshim Verës. Buzëqeshim Verës është kthyer tashmë në një traditë verore në Shkodër, duke i dhuruar çdo vit qindra fëmijëve një eksperiencë të veçantë dhe kujtime të bukura që do t'i shoqërojnë gjatë